Raporti i progresit i Bashkimit Evropian tregon se avancimi i Shqipërisë në fushën e sigurisë ushqimore po ecën ngadalë. Për të garantuar një zinxhir ushqimor të sigurt, vendi ynë duhet të përmbushë të gjitha standardet e Bashkimit Evropian, por problematikat vazhdojnë të jenë të shumta dhe të ndryshme. Sipas ekspertëve, një pjesë e këtyre sfidave lidhet me afërsimin e pjesshëm me politikat e Bashkimit Evropian. Raporti i progresit i Komisionit Evropian për Shqipërinë evidenton një sër problemesh dhe fatkeqësia e më e madhe është që janë çdo vit të njëjtat rekomandime të Komisionit Evropian që nuk plotësohen. Patjetër problematikat janë nga më të ndryshmet, është parafrimi i pjesshëm i akis të Bashkimit Evropian, pra i transpozimit legjislacionit BE-s që duhet ta parafrojë Shqipëria në lidhje me sigurinë ushqimore, janë kapacitetet institucionale problem akoma, janë kapacitetet laboratorike ende problem. Një tjetër problem i rëndësishëm është gjendja e kafshëve dhe shëndeti i tyre. Ka problematika në lidhje me ushqimin për kafsh, me shëndetin e kafshëve, pra janë një sër problemesh të cilat evidentohen në kapitullin 12 sipas Komisionit Evropian. Ekspertët theksojnë se me gjithë vështirësitë, zbatimi i kapitullit 12 për sigurinë ushqimore dhe veterinarinë nuk është i pamundur. Klasteri ku përfshihet kapitulli 12 akoma nuk është hapur, siç janë hapur disa grup kapituj tjerë. Problemi është i mbylljes së tyre, konkretisht 12-s, që do thot zbatimi i tyre. Parafrim legjislacioni, ngritje kapacitetesh institucionale, ngritje laboratorësh, pra një garantim i sigurisë ushqimore reale në të gjithë hallkat e zinxhirit. Raporti i Bashkimit Evropian thekson gjithashtu se shumë nga rekomandimet që jepen çdo vit nuk po zbatohen ende, duke e bërë progresin të kufizuar por jo të pamundur. Sfidat janë reale, por sipas ekspertëve me një qasje të fokusuar dhe bashkëpunim ndër institucional mund të arrihen rezultate të prekshme.